Të dashur miq, për të gjithë pacientët të cilët dyshojnë vetë se kanë një çrregullim të ritmit të zemrës, unë sugjeroj gjithmonë kryerjen e një EKG-je 24 orare. Shumë shpesh këto çrregullime të ritmit të zemrës mund të regjistrohen aty dhe është shumë e rëndësishme për ne që të kuptojmë se për çfarë çrregullimi të zemrës bëhet fjalë. Fundja ato ankesat që ka pacienti mund të jenë edhe ritmi thjesht normal i zemrës, por më shpejt. Kjo mund të vërtetohet nëpërmjet një EKG-je 24 orare. Ajo që u sugjeroj unë pacientët gjithmonë është që të shënojnë atë orarin, momentin në të cilin ata i ndjen shqetësimin dhe ti thon mjeku, të lutem në këtë orë, në këtë moment ndjeva shqetësime dhe mjeku e di që të fokusohet më shumë. Shumë shpesh ndodh që nuk bëhet fjalë për një çrregullim të ritmit të zemrës. Po cilat janë alternativat të tjera? Ka çrregullime të ritmit të zemrës të cilat ndeshen pak më rrallë, pra pacienti i ndjen më rrallë, sepse ato janë më rrallë. Pra shfaqen më rrallë. Në këtë rast unë jam shumë dakord për ato që quhen në gjuhën angleze wearables, do me thënë janë gjërat që vijnë ato orërat të cilat masin frekuencën e zemrës, po jo vetëm pulsin, por arrin të shkruajnë edhe një EKG. Do me thënë unë vetë jam i impresionuar, ka disa firma, po për shembull po them Apple-i arrin të shkruaj një EKG të sakt 3 kanalshe. A duhet filluar mjekim thjesht me këtë EKG, lë vend për të diskutuar, po për mua është një indicie që ky pacient mund të ketë një X apo Y çrregullim të ritmit të zemrës, që pastaj di dhe ndryshe ta trajtosh. Tjetër është ajo që quhet event recorder. Event recorder është një pajisje shumë e vogël, më pak se 1 cm, ose do më thënë diku te 1 cm, e cila vendoset këtu poshtë lëkurës dhe ka një bateri të vogël, ka një jetëgjatësi rreth 2 vjeçare dhe vjen me një pajisje të vetën dhe në moment që pacienti ndjen atë çrregullimin e ritmit të zemrës, ajo e regjistron, pra regjistron gjithmonë më pas. Kjo është gjithashtu një mënyrë shumë e mirë për t'i zbuluar këto çrregullime të ritmit të zemrës. Po cilat janë alternativat e tjera? Alternativa tjetër është ekzaminimi elektrofiziologjik. Në ekzaminimin elektrofiziologjik provokohet, si me thënë, zemra, nëse mundet ne të shkaktojmë një çrregullim aty të ritmit të zemrës. Lidhja klinike është gjithmonë pak e vështirë, është më komplekse, bëhet në varësi të dhënave të tjera. Sigurisht diagnoza kompletohet dhe me përjashtimin e një sëmundje strukturore të zemrës. Në moment që një pacient ka një sëmundje strukturore të zemrës, sigurisht është më i prirur edhe për çrregullimet e ritmit të zemrës. Pra, këto janë si fillim mundësitë e zbulimit të një çrregullimi të ritmit të zemrës. Për mendimin tim, kampioni është EKG-ja 24 orare. Nga ana tjetër, ekzaminimi fiziologjik ka të superioritetin se përveç çrregullimeve të ritmit të zemrës, mund dhe të maten ato kohët e përcjellshmërisë elektrike të zemrës dhe në rastet kur nuk është shumë e sigurt a ka nevojë pacienti për një pacemaker apo jo, mund të bëhet ky ekzaminim. Kjo është përparësia e vet.